Gjithve, më kanë arrit shumë kërkesa në inbox dhe në social tjerë që më përdori për sa i përket impianteve elektrike. Shumë për jush më kanë kërku se si mund të bëhet një lidhje e një dhampe, dhe më thanë komandimi një dhampe nga disa pikat në ndryshme. Në këtë rast më keni kërku nga 3 pika, atëherë po bana një shembull krejt thjesht për me mujt me shpjegu sa ma thjesht. Atëherë, gjaja parë që duhet kemi parasysh në një impiant elektrik është mbrojtja. Mbrojtja duhet të jenë gjithmonë që niset nga paneli qendror i banesës ose i punishtes ose i ndërmarrjes ose kudo, do të thonë nga paneli qendror duhet të kenë gjitha mbrojtjet të duhura, si me mbrojtjen diferenciale ose ato që quhen salvavita dhe mbrojtje tjera për sa i përket përcjellsave që vehen në shërbim të përcjellsave. Po mundoj me shpjegu shumë thjesht dhe shumë shpejt se si është kodi i ngjyrave. Jo, për kodin e ngjyrave i referohem gjithmonë normave CEI, normave italiane, që quhen CEI 648. CEI, dhe me thanë Komiteti Elektroteknik Italian, dhe shpresoj që këta normat normalisht duhet jenë të njëjtat edhe në Shqipëri, por jo gjithmonë për fat keq janë respektohen. Atëherë, këtu kemi dhampen, dhe kjo është simboli dhampesh. Këtu. Kjo është simboli tokëzimit. Tokëzimi nuk duhet me mungu asnjëherë në çdo impiant. Tokëzimi është një në gjanat më kryesore. Këtu kemi neutrin që del nga paneli këtu, i mbrojtur me diferencialin dhe me një medie termike O6, O10, O16, që varet simas lidhjeve që kena me bë. Dhe këtu kena telin neutro, do thonë ky identifikohet gjithmonë me ngjyrën bluhe, që është këtu. Dhe shkon në drejtim të dhampës, direkt. Kurse për sa i përket fazës, del gjithmonë nga paneli qendror dhe kena përcjellësin që quhet faza, hin ke deviatori i parë, nga deviatori i parë shkon ke invertitori, del nga invertitori, shkon ke deviatori i fundit, del dhe pastaj shkon te dhampa. Do të thonë, faza në këtë rast vjen nga paneli qendror, hin deviator, pastaj në bazë të lëvizjes që ne bëjmë me deviatorin, o shkon lart, o shkon poshtë. Invertitori e merr fazën o nga lart o nga poshtë dhe përcjell o lart o poshtë edhe ai. Që është këtu. Invertitori mund ta kuptojmë shumë thjesht se ka 4 tela, ka 4 hymje, ka 2 hymje dhe 2 dalje, ka 4 kontakte, kurse deviatori ka 3, ka 1 hymje dhe 2 dalje. Kurse çelësi thjesht ka 2, 1 hyrje dhe 1 dalje. Kjo është simboli i deviatorit, kjo është simboli i invertitorit, dhe këtu është simboli i deviatorit të fundit. Kthehemi ke ne, të përsërisim edhe një herë, jeshil ose gjelbër dhe verdh është ngjyra për sa i përket përcjellësit të tokëzimit, ngjyra blu është përcjellësi që quhet neutro, kurse faza do të jetë respektivisht o gri, o zezë dhe kafe. Do të thonë njëra nga këto ngjyrat nuk mund të përdorim për fazë që del nga paneli qendror, një të kuqe, një vjollës, një portokalle. Do të thonë si fazë duhet përdoret o gri, o zezë, o kafe. Pastaj, momentin që hym ke deviatori i parë, mund dalim me 2 ngjyra të ndryshme të përcjellsave, që mund të jenë ndryshe nga faza që hin. Mund të vëmë 2 të bardhë, mund të vëmë 2 të kuq, 2 vjollës, 2 roz, 2 ngjyra nga më të ndryshme. Këto mund të jenë të dyja njësoj, domethënë mund të jenë e njëjta ngjyrë. Si funksionon deviatori? Hyn këtu, midis, domethënë është kjo këtu. Dalin 2 telat për thjeshtësinë tonë në momentin që shkojmë me i lidh ke skatula. Kjo është në momentin që i fusim fijet, ku jemi do i fut fijet në gjithë impiantin. I bëjmë një xhiro kështu me izolant, e kena makullaj se kështu identifikojmë makullaj se ku është 2 tela që vinë dhe ato që nisin. Se përndryshe gjejmë 8-4 dhe mund vanojmë shumë se mund ngatrojmë edhe kopjet.
Atëherë, dalim me 2, hy me 2, dalim me 2, vi me 2, dhe në fund dalim me një ngjyrë tjetër, që nuk është më ngjyra që kemi përdorur si fazë, po është ngjyra e ritornos të llambës, do të thonë kthimit të llambës. Këto këtu në gjuhën italiane zakonisht quhen ballerini ose quhen parcial salils, mbaret se si mund t'i quheni dhe jo, por rëndësi ka thjesht me kanë sa më i thjesht shembulli që mi kuptu. Kam përdorur 3 marka dhe 3 modele të ndryshme thjesht me shpjegu se nuk ka rëndësi marka dhe modeli ose ngjyra, por çdo deviator i çdo marke bën funksionin X, çdo invertitor i çdo marke bën funksionin e vet si invertitor dhe çdo deviator një markesh tjetër bën të njëjtin funksion. Edhe pse janë ndryshe, këto bëjnë të njëjtin funksion. Tash po e provojmë. Do të thonë, faza del nga këtu, hyn, del me njërin nga telat, vjen këtu, ky e parcial ke tjetri, vjen këtu dhe ky e parcial këtu. Në momentin që na shtypim të fundit, na e fikum se ky ka ndrru statu, do të thonë. Mund ta ndezim me këtë, dhe mund ta fikim me këtë. Ky është shembulli se si mund ta ndezim dhe fikum një dhëmb me nga 3 pika të ndryshme. Shembullin tjetër të bëjmë nga 4, 5 pika, ma dhejmë nga 2, do thënë se më kanë ardhur shumë kërkesa në inbox, shumë elektricista, normalisht nuk kanë nevojë për me pa me shikju videot e mia, por kjo se flasim për sa i përket pak normative dhe pak ngjyrave, pak ta thjesht edhe personat vetë në shtëpi që mundojnë për me bë impjantet elektrike e kanë pak a shumë ose kur hapin një prizë e shohin të i pa ngjyrat se që janë mund ta kuptojnë më thjesht, domethënë se si funksionon. Por kujdes kur mos nëse nuk jeni të kualifikuar si elektricista, kujdes në shtëpia mos përdorni dhe mos fusni në duart dhe mos prekni telat elektrike se janë shumë të rrezikshëm, por thirrni gjithmonë mjeshtrin ose elektricistin e besueshëm dhe punën duhet ta bëjnë gjithmonë një person i kualifikuar. Faleminderit gjithëve.